Qytetarët e Gjakovës janë përballur sot me një tjetër rritje të çmimeve të derivateve, duke shënuar ditën e tretë radhazi me ngritje të çmimeve. Sipas çmimeve të evidentuara në pikat e karburantit, benzina që dje shitej nga 1.20 euro deri në 1.24 euro për litër, sot ka arritur nga 1.27 euro deri në 1.33 euro për litër. Ndërkaq, nafta nga 1.21 euro deri në 1.25 euro për litër, sot po tregtohet nga 1.28 euro deri në 1.34 euro për litër. Kjo rritje vjen në një kohë kur çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare janë rritur për të tretën ditë radhazi. Arsyeja kryesore lidhet me tensionet në rritje mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, si dhe me kërcënimet ndaj transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për furnizimin global me naftë. Frika nga ndërprerjet e furnizimit ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e çmimeve në bursat ndërkombëtare, efekt që po reflekton menjëherë edhe në tregun vendor. Qytetarët shprehen të shqetësuar pasi rritja e çmimeve të karburanteve pritet të ndikojë zinxhir edhe në çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera.